Bashkimi Demokratik për Integrim sot përmes një komunikate të lëshuar ka dhënë qëndrimin e vetë për rastin Monstra. Në komunikatën e Bashkimit Demokratik për Integrim thuhet se BDI-a shpreh shqetësim të thellë rreth zhvillimeve të djeshme në shkupgjet protestave qytetare kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë në lidhje me rastin e vrasjes së 5 fish në liçenin e Smilkovcit, për të cilin 6 persona u dënuan me burg të përjetshëm. Që nga ngjarja tragjike e gjerë me sot, BDI-a ka kërkuar që shkaktarët e krimit makabër të vihen para drejtësisë dhe që faji të vërtetohet me fakte dhe prova të besueshme. Pas cënimit të integritetit të rastit që në Zanafil, BDI-a u angazhua maksimalisht që të adresoj ndjeshmërinë e rastit si dhe kredibilitetin e lëkundër të procesit në rastin Monstra, andaj edhe kërkuam mbikëqyrje të përafërt ndërkombëtare. Në lidhje me këtë zhvilluam kontakte intensive me të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar në vend dhe ky proces gjyqësor u mbikëqyr nga ana e ekspertëve juridik të OSBE-s. Nga BDI-a thonë se përkrajnë protestat, por ata të jenë paqësorë. BDI-a përkrah të drejtën e protestave paqësorë të qytetarëve, por apelon deri tek të gjithë palët e involvuara që të përmbahen maksimalisht nga dhuna sepse ngjarjet e djeshme nuk i ndihmojnë as procesit, as të dënuarve, as familjarëve, por as atyre që po bëjnë përpjekje që të kontribuojnë me qasje institucionale në zgjidhjen e këtij rasti shumë të ndërlikuar. Dhuna e ndjeshme në rrugët e Shkupit na e vështirëson angazhimin e mëtejmë në drejtim të zbardhjes së vërtetës deri në përfundim të gjitha procedurave ligjore që përfshin gjykatën e apelit, atë supreme, por edhe gjykatën e Strasburgut, thuhet mëtej në komunikatën e BDI-s.